إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut të madhëruar. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë prej Allahut të madhëruar që të na mbrojë nga sherrri i nefseve tona dhe sherrri i punëve të këqija. Këndë udhëzon Allahu nuk ka kush ta devijojë, dhe këndë devijon Allahu nuk ka kush ta udhëzojë. Dëshmoj se Allahu është Zoti i vetëm që meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Të nderuar vëllezër, ditët kalojnë me një shpejtësi të madhe, ashtu edhe muajt. Po bëhen gati 2 muaj që prej kur e kemi kry një ibadet shumë të madh, ibadetin e Ramazanit, që ka qenë një sezon i mirësive në të cilin besimtarët kanë pas mundësi me pastru shpirtat e tyre dhe me fitu xhenetin. Po ky nuk është sezoni i vetëm që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar, Ramazani. Gjatë vitit kemi disa sezon, të punëve të mira, shumë kohë të çmuara, në të cilat besimtarin sikur e kthejnë, ka Allahu subhanahu wa taala. Për arsye se jeta me angazhimet e saj, me obligimet, me detyrimet që i kemi, me telashet, me lodhje, me punë, me familje, me smundje, me shnet, me këtë, me atë, shpeshherë di që njeriu ta zhvendos nga ajo gjendja e kujtimit të Zotit, zbatimit të urdhrave në një gjendje të gafletit. Jeta e ka që këtë tabiat. Për qatë njerin e thret ezani, e thret, Kurani, thirrësit Allahu subhanahu wa taala për njeriun, për me kthy vazhdimisht në rrugë janë të shumt. Pra atyre thirrësve janë edhe disa sezon të çmuar të mirësive që Allahu subhanahu wa taala i ka caktuar brenda vitit. Si Ramazani, ashtu tash në këtë kohë jemi përpara një sezonit shumë të rëndësishëm, të cilin sezon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka quajtur ditët më të mira të dunjas. Kështu ka thënë. Ka thënë khairu ayami dunya ashru dhil hijja. Ditët më të mira të dunjas janë 10 ditët e Dhulhijhes. 10 ditët e Dhulhijhes që fillojnë me 28 maj, dhe më thonë të mërkurën. Sot jemi e gjuma, data 23, dhe më thonë të mërkurën është dita e pare muaj Dhulhijhe. Me këshira mirë në kalendar, dhe më thonë që mi u të regu. Prej të mërkurën, dhe më thonë fillojnë ditët më të mira të dunjas. Janë aq të vlefshme këto dita, po që pak zakonisht ju jepet rëndësi nga ana e besimtarëve. Ma shumë japim rëndësi Ramazanit, që gjithashtu janë ditë shumë çmume, po ditët e Dhulhijhes dhe ditët e Dhulhijhes janë më të çmuara te Allahu edhe se ditët e Ramazanit. Edhe se ditët e Ramazanit. 10 ditët që kurorzohen me çka? Me ditën e Arafatit dhe me ditën e Kurban Bayramit, që janë 2 ditët më të mëdha të vitit. Po krejt këto, për çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka ditë, s'ka ditë në të cilat Allahu i do veprat e mira sikurse në 10 ditët e Dhulhijhes. Ka thënë ja Rasulullah, sahabët po e shohin që pejgamberi po ju kushton shumë rëndësi të madhe, fjalë të mëdha për këto ditë, për një sezoni i haxhit. Po nuk vlen vetëm për haxhiun, edhe për ata të cilët nuk janë haxh. Thanë ja Rasulullah, qysh demek me e boni punë të mirë në këto ditë është më sevap se sa me shku edhe se xhihadi? I thanë kështu edhe se xhihadi? Tha pësën po. Në me thanë është një punë e mirë që e banë në këto 10 ditët, është më e vlefshme edhe se xhihadi, edhe lufta për hir të Allahut, të cilën pejgamberi sa e ka quajtur kulminacion. Pse se njëri kur të vjen në atë gjendje që Allahut më ia dhon shpirtin, do të thonë, ajo është diçka shumë e lartë. Mirë, po puna e mirë
Namazi, leximi i Kuranit, sadakaja, agjerimi vullnetar, urdhrimi në punë të mira, ndalimi prej punëve të këqija, futja e gëzimit në zemrat e besimtarëve dhe ibadete të ndryshme që mundet me i bën njeri. Ibadete të ndryshme. Në këto ditë aq shumë çmohen nga Allahu, sa që nuk mundesh me gjetë një vepër, thot pejgamberi, që mundet mu barazu me këtë. Veç njani mundet me ta shku. Thot pejgamberi, veç dikush mundet me ta shku, domethënë me një vepër tjetër. Cila është ajo? Thot ai i cili ka dalë në rrugë të Allahut me shpirtin dhe me pasurinë e tij dhe ka fliu edhe shpirtin edhe krejt pasurinë. Vetë që ki mundet me ashku dikujt i cili ban dhikr në 10 ditët e Dhulhixhes, i cili agjeron vullnetarisht në 10 ditët e Dhulhixhes. Për çfarë ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Fa'akthiru at-tahmida, fa'akthiru at-takbira wat-tahmida wat-tahlil. Pra, ka thonë, ditët më të mira të dunjas janë 10 ditët e Dhulhixhes, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që është muaj 12 i kalendarit anor. Prandaj shpeshtojeni tekbirin, tahmidin, me thonë elhamdulillah, dhe tehlilin, që dhe me thonë la ilaha illallah. Përsa të këto ditë, është mirë me shtru dhikrin. Se ne që e bëjmë dhikrin mas namazit, natën e Arafatit që janë nisim, natën e Bajramit, në me thonë ditën e Arafatit, apo janë nisim edhe mas namazit, themi Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. To duhet me fillu prej ditës parë Dhulhixhes. Ama këto thuan përgjithshëm, jo veç mas namazit. 4 muaj. Ebu Hurajra dhe Abdullah ibn Omeri, shokët e pejgamberit, kur kanë ardhur këto ditë, çka kanë bën për me madhnu Allah, kanë dalë në pazar, në treg, edhe kanë bërtit Allahu Akbar, Allah, me va përkujtu njerëzve me va tekbir. Tash me dalë dikush thotë ki kanë atë shmend. A unë kam pa në Medinë njerëz të cilët dilshin rrugëve, kur kam qenë si student para 20 vjetëve po flas, dilshin njerëzit, dikush edhe bërtit ke meza, Allah, tekbire, çto tekbire që bëjmë, domethënë mas namazit ditëve të Bajramit. Ama prej një Dhulhixhe këto thuhen jo mas namazit, thuhen në përgjithësi, duhet me shtu tekbirin, duhet me falendru Allahun subhanahu. Njeri si ashtu nejt veç me menu, elhamdulillah. A dhe çka thënë dietarët? Me t'i dhanë Allahu krejt pasurinë e dunjas. Që është për t'u falendruar. Dhe me t'inspiru Allahu, se këshire veprimi i punëve të mira, është inspirim prej Allahut. Allahu inspiron njerëzit e mirë që me bo mirë. Allahu t'inspiron. Thonë dietarët, Ibn Qayyim el-Jauziyja thotë këtë. Me të dhonë Allahu krejt dunjan, këtë pasurinë e dunjas, këtë arin e diamantat e kato gjanat e vlefshme. Dhe me të inspiru njëherë me thonë elhamdulillah. Elhamdulillah. Që kjo fjallë, falenderimi i takon Allahut. Që kjo fjallë është ma e vlefshme, ma e çmume për ti. Jo vetëm të Allahu, për ti. Se sa krejt pasuria e dënjas. A dini pse? Sa e pasuria e dënjas, merë fund në ditë. Merë një milionerat e miljarderat e njerëzit e pasur. Çka marrin me vetin fund? Këta e pasuria e tjera e ka një kohë të kufizume. I ka një 60-70 vjeta, 100 vjeta, ai po themi 100 vjet. E ka një kohë të saktume. Fjala elhamdulillah. Për cilën ka thonë pejgamberi sa më është një prej fjalëve më të dashura te Allahu. Me thonë elhamdulillah, me thonë nga shpirti, nga zemra. Me thonë elhamdulillah. Kjo është më e vlefshme për ti, për mu, për neve. Është më e vlefshme se këtë dënjan me ta dhanë. Inspirimi. Për çat Fudajl ibn Iyadi, një dietar shumë i madh, ka thonë kush thot elhamdulillah, ban tahmid, me thonë, numri atyre që lutën për këtë është me miliona. I thanë, qysh be me miliona? Vesh me thonë elhamdulillah. Numri lutësve për ti, numri duaxhive për ti që thuë një herë elhamdulillah, është me miliona, ndoshta edhe me miliarda. I thanë, qysh është e mundur kjo? I thanë, Fudajl ibn Iyadi. Po thanë, ju tha atyre, po namazlit kur falen, kur ngriten prej rukus, çka thonë?
Semi Allahu limen hamide. Allahu ja pranoft lutjen ati që ban hamd, që e falendron Allah. Që kjo është kuptimi i fjalës Semi Allahu limen hamide. A themi ne Semi Allah, ne e bëjmë një lutje. Për ka e bëjmë? Për ka e bëjmë? Qindra, mira, miliona musliman, kur falin namaz, thënë Semi Allahu limen hamide, apo? Themi, kur qomi për rrugës. Ne e bëjmë një lutje. Për kan? Për ata që e falendron Allah. Allahu ja pranoft lutjen ati që ban hamd, ati që e falendron Allah. Pra faktikisht ne, kur themi një herë, elhamdulillah, ne bëhemi, në më thonë, pre atyre që miliona njerëz lutën për nesh. Prandaj të nderuar vëllezër, që këto ditë, se unë e fola javën e kaluar për madhërimin e nishaneve të Zotit, se jemi në muajt e shenjtë, jemi në fundin e muajit të Dhul-Qa'da, ose Dhul-Qa'da, si quhet. Tash prit mërkurës fillojmë, prit mërkurës fillojmë me muajin Dhul-Hijjë, që është muaj i dytë i shenjtë ose i ndaluar, siç e kemi quajtur. Më thonë, sidomos që këto 10 ditët e Dhul-Hijjës duhet mi shfrytzu maksimum. 10 ditët e Dhul-Hijjës janë më të çmuara se 10 ditët e fundit të Ramazanit. A 10 netët e fundit të Ramazanit janë më të çmuara se 10 netët e ditëve të para të Dhul-Hijjës. Kështu kanë thonë Sheikhul Islam Ibn Taymiyah. Prandaj jemi përpara një sezoni që ne do përfitojmë. Njeri nëse do me mush bagazhin e vet me vepra të mira, këto sezon të cilët na kthejnë në rrugë, na largojnë prej telasheve, prej problemeve, na largojnë prej gafletit, na largojnë edhe pi punëve të këqija, me thonë, dosha unë e kum hec gabimbe që sa muj, se njeri mas ibadeteve, këshire, e kryin për shembull Ramazanin. Një shejtani e shfrytëzon, do të thonë kur njeri lirohet për një obligimi, se Ramazani ka qenë një sezon i mbushur me vepra të mira, me namaz nate, me taravia, me agjerime, me lexim Kur'anit. Mirë po mas Ramazanit zakonisht njerëzit i kap një plokshti. Lodhen diçish. Vjen më një herë sezoni tjetër, se çaq dimuj, do me thonë, vjen sezoni i ditëve të Dhul-Hijjës. Edhe këto ditë duhet mi shfrytzu maksimum, duke bën punë të mira, edhe shpresim të Allahu subhanahu wa taala që Allahu subhanahu wa taala të na i pranoj veprat e mira. Allahu i madhnum është betu në këto ditë. Ka thonë wal fajr wa layalin ashr. Pasha sabahin dhe pasha 10 netët, shumë prej dietarëve të tefsirit kanë thonë bëhet fjalë për ditët e para të muajit Dhul-Hijjë. E tash, do të thonë, është Ramazani, është pastaj do të thonë, është edhe ditët e Dhul-Hijjës. Pastaj vjen muaj Muharrem. Muaj Muharrem mas muaj Dhul-Hijjës. Masë në vjen muaj Rexhep që është, do të thonë, para përgatitje për Ramazanin tjetër. Allahu subhanahu wa taala i ka bërë këto sezon të mirësive në mënyrë që neve me na ndihmu që ti pastrojmë shpirtat tonë, sepse jeta e kësaj bote shoqërohet me gabime, shoqërohet me gjunaje, shoqërohet me plogështi, shoqërohet me dembelizëm, shoqërohet me rrëshqitje që mundën me kaplu njerin, mirë po në këto stacione të sezoneve të mirësive ne duhet ta pastrojmë shpirtin në mënyrë që të shkojmë te Allahu i madhruar me vepra të pranuara dhe me mëkatet e falura. Allahu na mundsoft të gjithë. Yaqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.